Ervin, të përshëndes, tashmë 4 emrat i plotësojnë kushtet sipas KLP-s, për t'i kujtuar për publikun kush janë 4 prokurorët që kërkojnë të drejtojnë SPAK-un dhe si procedohet mëtej. Në mbledhjen e sot me Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar edhe kërkesën prej 4 kandidatëve për të drejtuar strukturën e posaçme pra të SPAK dhe këto janë Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gogaj dhe prokurori Klodian Braha. Pra janë këto 4 prokurorë që kishin shprehur interesin dhe kanë dorëzuar platformat e tyre për drejtimin e strukturës së posaçme SPAK në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe me 10 vota pro është miratuar edhe vendimi se këto janë të aftë për të hyrë në garë, por edhe me platformat e tyre dhe për të bërë një garë pra për sa i përket drejtimit të SPAK apo të prokurorisë së posaçme. Kujtojmë se në total janë 11 vota, por miratimi është bërë me 10 vota për shkak të mungesës së Zeqir Hodajt, një prej antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me arsyet se djali i tij është emëruar në byron kombëtare të hetimit si hetues i krimit financiar nga prokurori, pra dhe mendim të prokurorit Klodian Braha, dhe ky ka qenë edhe momenti që ai është tërhequr dhe është miratuar vetëm me 10 vota pro, pasi vetë Zeqir Hodaj është tërhequr për shkak si duket të këtij konflikti interesi. Ndërkohë në vijim do të kemi edhe caktimin e disa datave për sa i përket këshillimit apo edhe shqyrtimit të këtyre platformave që janë dorëzuar nga 4 kandidatët që janë tashmë në pjesë e garës drejtuesve, pra që do të marrin edhe drejtimin një prej tyre të SPAK prokurorisë së posaçme, ndërsa më pas do të caktohen këto data për shqyrtimin e këtyre kërkesave, ndërsa fati për zgjedhjen e emrit dhe drejtuesit të prokurorisë së posaçme SPAK është afati i fundit, pra me datën 18 dhjetor. Ky afat në të njëjtën kohë përfundon edhe pra drejtuesi aktual Altin Dumani, që është aktualisht në krye të prokurorisë së posaçme, dhe deri me datën 18 do të kemi si duket emrin e ri të kreut të prokurorisë së posaçme SPAK. E kuptoj mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.